Çfarë është bidati dhe çfarë rreziku ka? Po, bidat quhet çdo gjë që është e shpikur në fenë e Allahut dhe nuk ka bazë në librin e tij dhe po ashtu në fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, qofshin ato në fushën e besimit apo në fushën e adhurimeve apo në fushën e rregullave dhe normave dhe kështu në çdo fushë prej fushave të fesë dhe ndryshon nga gjunahu, sepse gjunahu është lënia e një veprimi të urdhëruar prej Allahut apo kryerja e një ndalese që është e ndaluar prej Allahut mëdhëruar, pa janë veshur ato fesë, ndërsa bidati është ti veshësh fesë atë që nuk është prej saj. Dhe pikërisht këtu qëndron rreziku i bidatit, se Allahu mëdhëruar ka thënë në librin e tij: "El-yawma akmaltu lakum dinakum", sot ua kam plotësuar ju fen tuaj, wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe e kam përsosur mbi ju mirësinë time, wa raditu lakum al-islam dina, dhe gjithashtu ua kam pëlqyer apo kam zgjedhur për ju islamin si fe. Duke qenë se feja Allahut mëdhëruar është e plotësuar sipas njoftimeve që ka bërë Allahu mëdhëruar në librin e tij, atëherë në lidhje me të kërkohet ndjekje dhe jo shpikje, siç thoshte Abdullah ibn Mas'udi në fjalët e tij: "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum", ndiqni dhe mos shpikni, sepse këtë gjë na ka bërë të panevojshme Allahu mëdhëruar kur ka plotësuar fenë e tij. Nuk është bidat ringjallja e një suneti, dhe po ashtu asaj gjykim i cili është nxjerrë nga suneti apo nga libri i Allahut mëdhëruar, nga argumentet që ato përmbajnë dhe që është përfituar në një nga mënyrat e përfitimit si qiyasi apo istihsani apo gjithashtu ruajtja e qëllimeve të shariatit, sepse që të gjitha këto janë konform rregullave dhe atyre argumenteve. Mirë po bidate janë, si që tha dhe me lartë, ato që janë pa bazë në librin e Allahut dhe po ashtu në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Bidatet janë shumë të rrezikshme, sepse profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu bid'atin dalala", çdo bidat është humbje, sepse ato tjetërsojnë fenë dhe kështu humbet feja dhe humbasin edhe njerëzit. Dhe gjithashtu çdo veprim i kryer sipas bidatit është i refuzuar, siç thoshte profeti ynë sallallahu alaihi wasallam: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad", kushdo që bën një veprim që nuk është sipas urdhrit të Allahut mëdhëruar dhe porosive të tij, atëherë ajo gjë është e refuzuar dhe nuk pranohet prej atij që e ka vepruar. Bidatet më të rrezikshme janë ato në besim, si bidati i Khawarijve që ka lidhje me çështjet e imanit dhe tekfirit, apo bidati i Shiave dhe Rafidive që ka të bëjë me refuzimin e përcjellësve të fesë dhe që janë sahabët, apo bidati i Sufive që ka të bëjë me përzierjen e besimit me shirk dhe idhujtari dhe që është pra në kundërshtim me bazën e fesë dhe që është pra njësimi i Allahut dhe tauhidi. Pastaj vijnë ato që kanë lidhje me adhurimet apo të tjerat me rregullat dhe normat e moralet e fesë. Duhet të ruhemi shumë prej bidateve dhe të kemi kujdes për tyre, sepse janë vegël e shejtanit dhe nuk ka gjë më të dashur për shejtanin se sa bidatet, siç thoshte Sufjan al-Thauri, sepse ai që vepron bidatet mendon se janë prej fesë dhe është shumë e vështirë të pendohet për tyre, ndryshe nga i cili bie në ndonjë gjunah duke ditur se është duke në kundërshtim me rregullat e Allahut mëdhëruar dhe fjalët e profetit e tij sallallahu alaihi wasallam.